Prej dekadash, Bashkimi Evropian ka funksionuar me një marrëveshje të pashkruar. Gjermania merrej me ekonominë, Franca me ushtrinë. Sot kjo renditje po përmbyset, ndërsa Gjermania synon të bëhet fuqia kryesore ushtarake e Europës. Balanca politike po ndryshon. Franca po përpiqet të ruajë relevancën e saj, ndërsa në Poloni, riarmatimi gjerman po ringjall kujtime të vjetra dhe po krijon idenë se një boshtë Berlin-Varshavë mund të jetë mënyra më efektive për të frenuar Rusinë. Kudo ku shkojnë nga Baltiku në Azi, të gjithë po i kërkojnë Gjermanisë të marrë më shumë përgjegjësi, tha Christoph Schmid, deputet gjerman social-demokrat. Ka pritje që Gjermania më në fund ta përputh peshën ekonomike me fuqinë mbrojtëse. Gjermania drejt ushtrisë më të madhe të Europës. Nga një Bundeswehr i dobët dhe i pajisur keq, Gjermania po shndërrohet në një fuqi të mirëfillt ushtarake. Kjo fuqi ushtarake nuk kupton edhe ndikim politik dhe ekonomik, dhe Europa do të duhet të përshtatet me një Gjermani dominuese. Deri në vitin 2029, Gjermania pritet të shpenzojë 153 miliardë euro në vit për mbrojtjen, rreth 3.5 të buxhetit të përgjithshëm bruto. Zgjerimi më i madh ushtarak që ngari bashkimi. Në krahasim, Franca synon rreth 80 miliardë euro deri në vitin 2030. Polonia po shpenzon këtë vit 4.7% të buxhetit të brendshëm bruto, niveli më i lartë në NATO, dhe po ndërton një nga ushtritë më të mëdha dhe më moderne në kontinent. Ndërkohë, Gjermania ka hapësira të mëdha fiskale për t'u armatosur. Borxhi i Francës ka kaluar 110% të prodhimit të brendshëm bruto, deficiti mbi 5%, ndërsa Polonia po lufton me koston e rritjes së shpenzimeve ushtarake. Një zyrtar i Bashkimit Evropian e quajti këtë zhvendosje të potencialit ushtarak gjerman në një lëvizje që ndryshon themelet. Një diplomat tjetër u shpreh më thjesht, është gjëja më e rëndësishme që po ndodh sot në nivelin e BE-s, apo ndërton Gjermania një fuqi ushtarake europiane, apo gjermane. Shumica e parave të reja për armat po mbetet brenda vendit. Dokumentet të brendshme të siguruara nga Politico tregojnë se Berlini po përgatitet të miratojë 83 miliardë euro kontrata mbrojtëse deri në fund të vitit 2026, nga tanket e fregatat te dronët, satelit dhe radar. Kjo është vetëm faza e parë, pastaj qëndron një listë dëshirash prej 377 miliardë eurosh që përfshin mbi 320 programe të reja armësh. Më pak se 10% e kontratave do të shkojnë te kompanitë amerikane, një ndryshim drastik pas viteve ku Gjermania ishte ndër klientët kryesorë të SBA-s. Pjesa dërmuese do të shkojnë në industrinë europiane, sidomos atë gjermane. Franca është shqetësuar një Gjermani armatosur deri në dhëmb. Në Paris, riarmatimi gjerman pritet me përzierje, mosbesim dhe frikë. Në Francë, çdo zyrtar është në fund të ditës edhe zyrtar i mbrojtjes, tha një zyrtar i BE-s, duke nënvizuar kulturën franceze të sigurisë. Marrëdhëniet franko-gjermane mbeten të brishta. Një zyrtar francez i mbrojtjes tha, është një kombinim vigjilence dhe kërcënimi. Gjermania do të jetë shumë dominuese. Mosmarrëveshjet për projektin më të madh të përbashkët ushtarak, avionet e brezit të ardhshëm, FCAS, vetëm sa e kanë thelluar hendekun. Gjermania po shqyrton bashkëpunimin alternativ me Suedinë, Britaninë apo vetëm Spanjën, gjë që alarmon Parisin. Për Francën, FCAS nuk është thjesht projekt teknik, lidhet me armët bërthamore franceze dhe me pretendimet e saj për udhëheqje ushtarake në Europë. Nëse Gjermania na përjashton, a nuk ju shqetëson, tha CEO i Dassault Aviation para deputetëve francez. Polonia e kujdesshme por e qartë. Në Varshavë, riarmatimi gjerman shihet si i nevojshëm, por gjithmonë me rezerva. Nuk duhet të kujtojmë të gjithëve të shpenzojnë më shumë për mbrojtjen përveç Gjermanisë, tha një ish ambasador polak. Por kujtimet e luftës dhe dyshimet ndaj politikës së vjetër proruse të Merkel mbeten të forta. Zëvendës ministri polak i mbrojtjes, Pavel Zelewski, tha, Gjermania, duke bashkuar fuqinë ekonomike me atë ushtarake, ka sjellë gjithmonë frikë. Këtë herë duhet të parë në kontekst e gjithë Europa, por i armatoset. Ai paralajmëroi edhe për ndikimin e AFD-s, partisë së ekstremit të djathtë gjerman pro-Putin dhe me ide revizioniste territoriale. Nuk mund të hapim këtë diskutim në Europë, lufta e dytë botërore nisi kështu. Qendra e re e gravitetit po zhvendoset drejt lindjes. Nëse Gjermania po bëhet motori ushtarak i Europës,
Ndërsa Polonia rritet si fuqi kryesore toksore e NATO-s, balanca europiane po ndryshon. Në Bruksel lind pyetja: a mund të kanalizojë BE këtë moment drejt një mbrojtje të përpashkët, apo do të thellohet fragmentimi ushtarak? Për shumicën e diplomatëve, një gjë është e qartë, mund të duket e frikshme padyshim, por Gjermania është pjesë e BE-s dhe NATO-s dhe gjithçka mund të ndodhë deri atëherë.